Autoriteti rrugor shqiptar bën mendje se në orët e para të mëngjesit rreshtet e shiut dhe të dëborës në të gjithë vendin kanë pushuar. Situata meteorologjike paraqitet më e qetë, megjithatë temperaturat e ulta janë regjistruar në disa zona të vendit, veçanërisht në verelindje dhe në zonat malore. Gjatë natës janë regjistruar temperatura ekstreme, ku vlerat më të ulta janë shënuar në Valbon me -18 gradë Celsius, në Kukës Shishthaves me -13 gradë dhe në Theth me -8 gradë Celsius. Ndërkohë, në aksin rrugor Klos-Burrel janë evidentuar rrëshqitje dherash si pasojë e rreshjeve të shumta. Grupet e punës të autoritetit rrugor shqiptar kanë ndërhyrë në terren duke kryer pastrimin e materialeve inerte dhe duke garantuar rikthimin e qarkullimit normal të mjeteve, pa probleme për drejtuesit e automjeteve. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, të gjitha akset nacionale janë aktualisht të hapura për qarkullimin e mjeteve. Kontraktorët e mirëmbajtjes rrugore kanë qenë të angazhuar pa ndërprerje 24 orë në 7 ditë me mjete borpastruese dhe fuqi punëtore për pastrimin e akseve rrugore nga dëbora. Autoriteti rrugor shqiptar u bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të tregojnë kujdes maksimal gjatë qarkullimit, si dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat e prekura nga temperaturat e ulta. Përdorimi i gomave dimërore është i detyrueshëm për të gjitha automjetet që qarkullojnë në zonat malore apo në segmentet rrugore ku është njoftuar për prezencë dëbore dhe ngricash, ndërsa rekomandohet edhe pajisja me zinxhir në akset problematike. Gjithashtu, situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe se strukturat përgjegjëse janë në gatishmëri të plotë për të ndërhyrë në çdo rast emergjence me qëllim garantimin e sigurisë së përdorësve të rrugës dhe mbarvajtjen e qarkullimit rrugor në të gjithë vendin.